Ura e zogut, një vepër kaq e rrallë që po lejohet të shembet, është një nga veprat më të rralla dhe unike të kohës së mbretërisë shqiptare, e shpallur dhe monument kulture i kategorisë së parë, por mund të thuhet me plot bindje se ura me harqe mbi lumin mat në Milot, e njohur si ura e zogut, po lejohet qëllimisht të shembet. Ndërhyrje emergjente realizuar në vitin 2023, e cila kishte për qëllim stabilizimin e strukturës, e ka mbajtur përkohësisht në këmbë këtë urë historike, por kjo nuk e ka shpëtuar totalisht nga rreziku që i kanoset. Urës në fjalë janë ngërryer të gjitha këmbët në shtratin e lumit, të cilat kanë mbetur vetëm elementet metalike. Kjo ka bërë që jo vetëm shtrati i urës të pësojë ulje, por edhe harqet të çahen dhe të bëhen rrezik për shembje. Ndarja e rrjedhës së lumit mat në dy tek për të vaditur tokat bujqësore të zonës së Milotit dhe Lezhës ka shtuar rrezikun për dëmtimin e mëtejshëm të urës. Kjo urë është ndër urat më të rralla jo vetëm në vendin ton, por edhe në Ballkan. Ajo u ndërtua në vitin 1927, e quajtur për shumë vite ura e zogut. Vetë mbreti ishte ideatori i ndërtimit të kësaj ure shumë funksionale, sidomos për kohën. Ato vite ajo ishte një portë domosdoshme për të hyrë në Shqipërinë e epërme, që përfshin Shkodrën, Lezhën, Mirtitën, Tropojën, Kuksin, Pukën e të tjerë. Ura është projektuar nga një inxhinier italian, Martini, dhe pothuajse e gjithë baza materiale u soll nga italianët. Zbatimi i projektit u bën nga një inxhinier shqiptar, Giovalin Gjadri, inxhinier që ka projektuar rrugën automobilistike Milot-Burrel.